Pavarësisht se temperaturat në këtë të diel të 3 majit kishin pësuar një ulje krahasuar me ditët e mëparshme, plazhi ka qenë i frekuentuar për shkak të prezencës së diellit, por edhe ditës së pushimit. Të moshave të ndryshme, vendas por edhe të huaj ishin ata që frekuentuan Bregdetin e Vlorës gjatë kësaj të diele. Shëndetoria bregdetare lungomare ishte gjallëruar me njerëz që plazhonin, merrnin rrezet dielli apo edhe sfidonin temperatura disi të ulta duke provuar ujin e detit. Ndërkaq shumë të tjerë, po të moshave të ndryshme, vendas e të huaj kishin zgjedhur për të shëtitur në këmbë përgjatë shëndetores. Trafiku ishte të jetë i rënduar këtë të diel në rrugët kryesore të qytetit e në veçanti në ato që të çojnë drejt Bregdetit dhe lidhin Vlorën me jugun e vendit. Numri automjeteve ishte i konsiderueshëm, i cili u shënua gjatë paraditës së kësaj të diele në shëndetoren kryesore të qytetit, në lungomare apo edhe në rrugë të tjera kryesore.